Nga shoqëria civile ka alë dhe oma e zeqës si Blegrimi ama e tha në Surreli 3 orë dhe për vitri. Dhe edhe Lali Shportfiku nga shoqëria civile ka alë. Që do me thënë shoqëri civile? Do me thënë ai që nuk është tu të shoqëria ime civile, qa është kulak? Qa është? Armik populli? Nga kjo shoqëri civile në kanë partiçkat. U lodhë me shoqërin civile. Jo, ka njerëz që luftojnë. Është çështje vullneti. Nisma Qëndisma, OP-ja, Boja Gjiu, Libri, Fletoria, gjitha këto çfarë? Shoqëri civile, çfarë do të thonë shoqëri civile? Ka politik të mirë dhe të keqe. Nuk ka politik të re dhe të vjetër. Gjitha këto energji të reja, fytyra të reja. Politika nuk është Mr. Albania. Nuk ka republik të reja apo të vjetër. Ka republik të mirë ose të keqe. Nuk ka asnjë sistemi kështu, sistemi ashtu. Sistemin e bën njerëzit dhe e zbatojnë njerëzit. Është çështje vullneti. Kaq. Nëse do rrim me këto stërhollimet leftisto, shpihapisto, ku dëgjon si i quajnë këta, s'kem përzidur asgjë. Historia e opozitës për mua është një histori suksesi. Mbjetoi, ja doli sulmit të dytë më të egër mbas 45-s. Tani e keni në dorë ju, zotëri, në doni një këshill ose një ide nga unë si Neritan, djali i këtij populli, ne jemi popull konservator. Gjëja e parë që bën shqiptari shtëpia. Bëni e djathtë konservatore. Për mendimin tim, ky është sugjerimi im. Pastaj ju e dini vetë, jeni burra të mençur, keni kaq vite në politikë. Këtë mendoj. E para, e dyta, si fitohet shumë kollaj. Shumë kush mund të thotë që na the, po fitohet shumë kollaj. John Fitzgerald Kennedy ka thënë, mos mendo çfarë do bëj Atë për ty, po çfarë do bësh ti për Atë. Dhe nuk ka asgjë që mposhtë zemrën e një vullnetari. Unë jam krenar që jam pjesë e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, një lloj mënyrë ne vum një lloj standardi. Betej për ditë, dhe kishim një mal shumë të madh përballë. E dini ju shumë mirë. Kishim gangster, oligark, parlament kundër, qeveri kundër, bashki kundër, administrat kundër, ja dolëm vetëm duke ndëjt aty për ditë. Sepse zemra e ishte vullnetare. Edhe se mposh dot, një vullnetar nuk e mposh dot. Nga ajo mori shembull Unaza e Madhe, nga ajo mori shembull Rrugica e Lirisë, rënja e Lalifikut, për ditë aty. Nuk të mposhtin dot. Sigurisht dhe alternativat duhen. Shqipëria nuk është e vjedhur, Shqipëria është e pastisur. Hajduti të mbledh parat dhe mjetet me ato gjërat me vlerë në shtëpi. Kurse këta e kanë vjedhur, kanë thyer dhe ato që s'u duan, i kanë zhvatur edhe suvan dhe e kanë djegur Shqipërinë. Shqipëria është në anarki moderne. Asgjë nuk funksionon. Parlamenti është qesharak, qeveria janë gjithë për hallën e vet, kush do vjedhë më shumë se tjetri, kush do rrim pushtet më gjatë, kush do korruptojë më shumë. Dhe ne merremi me paran. Paraja është elementi i fundit i korrupsionit. Korrupsioni fillon këtu dhe këtu. Në qoftë se zgjedhim njerëz me shpirt fort dhe me mendje të thjellët, në qoftë se i shkohet qytetarit dhe shikohet drejtën e sy, atëherë fiton. Sepse këto produkte të rrjeteve sociale dhe e këtyre stërkaleve të pështymës historike në objektiv tek e studiove të kamerave, të studiove të bëra me pleksiglas i antigjenik, nuk çojnë as gjikundi. Qytetarit në krah, për ditë aty, edhe fiton. Unë këto dy gjëra sugjeroj. Një riformatim ideologjik, sepse në fund fare partitë janë bashkimi njerëzve që kanë të njëjtat ide dhe krijojnë një ideologji për të fituar. Këtë sugjeroj unë si Neritan. Edhe të mos ndalohet kurrë. Në fund fare, çdo gjë është çështje vullneti. Edhe rilindja e fundit që të mbyll, kërkoj ndjes, edhe rilindja është një fenomen njerëzor. Ka një fillim, ka dhe një fund, e dim të gjithë. Problemi është çfarë do bëjmë për më mirë, çfarë do bëjmë ne për vendin tonë. Kaq kisha. A mund ta marrim fjalën të ne, ju lutem, se i përzgjedh shumë këto minutat dhe të folurit. Atëherë, duhet edhe pak dhunë që të marrësh edhe këtë të flasësh. Unë jam përfaqësues i shoqatës biznesit vogël dhe të mesëm të Shqipërisë, quhem Albert Nasto. Kam ardhur këtu bashkë me dy kolegë dhe do ju them, jam i nderuar sot, jemi të nderuar si shoqat kaq e madhe, jemi të nderuar që jemi në këtë tavolinë me këta njerëz kaq të nderuar dhe kaq luftëtar. Po nis
shpejt, sakt, ato 3 minutë që mos e kaloj, po them që biznesi është ditë e zezë sot për biznesin, që asnjë nuk e përmendi këtu, po e përmendun që u doq tregu i madh dje me 2000 biznese, me gjitha ato lekët ose ato të gjitha të mirat materiale që kishin financiare u doqën u lanë atje. Ne besojmë se ai është djegur qëllimisht. E doqën Nga oligarkia, po. Kullat e kanë djegur. Ja u them unë ju 100%. E doqën mafja e kullave, kokaina. Po Do gjithashtu. ndërtojnë aty, ka që gjithë puna. Po gjithashtu. Dua të 2000 theksoj biznese që të merr. se tërky Rebesh, tërky Shi, në shumë qytete, Durrës, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Shkodër dhe shumë qytete tjera që mediat ndofta nuk e kapin dot nga që është një aktivitet shumë i madh i gjendjes së biznesit sot, me mira biznese janë të mbushura me ujë dhe të shkatruar çdo qindark të tyre që kanë hedhur si familje në ato biznese. Ne kërkojmë këtu, me që jemi këtu, por kërkojmë nga antarët e këshillave bashkiak, që kini ju si parti, kushdo që ndodhen, PD-ja, apo LSI, apo partitë e tjera opozitare, të kërkojnë në këshillin bashkiak dhe ne bashk, sidomos të Durrësit dhe të qyteteve që kanë pësuar një dëm shumë të madh bizneset, por jo vetëm bizneset, por dhe qytetarët që dëm shpërblen qindark me qindark. Sepse po ju them, dëm nuk është kthyer gati edhe kur atërmeti i 2019-ës, biznesi mbetet gjoja u dëmshpërblye, por faktikisht 80% e biznesit nuk u dëmshpërblye as një qindark. Atëre, kjo ishte si filles. Por mund t'jap ca dhëna që këtu ndoshta dikush dhe s'mund t'i di këtu, po them që gati në 2014 kanë qenë 210.000 biznese në Shqipëri, operonin. Sot nuk janë gati 100.000 biznese. Po pse janë mbyllur këto 105.000 apo 110.000 biznese? Shkaqet janë të shumta, por shkaku kryesor është çmimi i lartë i energjisë i papërballueshëm. Korrupsioni, siç e shohim, këto janë milionra euro, miliarda euro të vjedhura nga kjo administratë lokale dhe qendrore. Po du të japi shifrë prapë që ndoshta ekonomistët e din shumë mirë që gati 75% e taksave tona të mbledhura, të gjithëve ne, të subjekteve, të biznesit, të popullit, të qytetarëve, sot i merr administrata e pushtetit lokal. Që do të thotë ne punojmë për këta dhe këta, edhe ato dy hidrovorë që vendosin, edhe një rrugë që bëjnë, edhe një diçka, se në qoftë se do ishin do funksiononin hidrovorët, nuk do ishin bërë këto mbytje. Ne do kërkojmë hetim, mund të hapim si shoqat, si grupi interesi, për të gjitha ato hidrovorë që nuk punojnë, apo edhe për diçka tjetër. Sepse këtu po bëhen shumë dhe askush nuk e merr përgjegjësinë, se flas për qeveri. Qeveri nuk ka më. Nuk mund të flasim më për qeveri. Këtu kemi ardhur japim një zgjidhje reale. Të japim një zgjidhje reale çfarë do bëjmë nesër. Sepse mjaft më, boll më. Nuk ka nevojë që të dalim për konferenca të themi është vjedhur kaqja edhe aqja, kur e dim shumë mirë që këta kanë kjo oligarki e ushqimeve e të gjithave. Kjo oligarki sot po shkatron gjithçka. Prandaj themi që ne jemi të gatshëm që të bashkohemi, kemi qenë bashk, do jemi bashk, do jemi me të drejtën e Zotit, me të drejtën e kushtetutës, po me drejtën e si biznese, se për fundit Shqipërinë e mbajnë biznese të vogla dhe të mesme dhe të mëdhaja. Po të mëdhajat përgjithsisht, si tha Zoti Renzi, janë kthyer një oligarki. Po të shikojmë janë oligarkë që po grabëllojnë gjithçka nga pasuritë tona dhe po shkatrojnë biznesin e vogël. Edhe njerë, ju lutëm shkurt pa evidentuar problemet se i dim, vetëm sugjerime. Ne jemi, si grupi interesi, jemi gati që çdo lloj vendimi të marrë politika shqiptare këtu opozita, pa përmendur çfarë parti, po gjitha partitë shmendim do dalin, ne do jemi shesh me juve. Për të mirën tonë dhe për të mirën e të gjithëve.